Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se administrata e tij planifikon të ulë përkohësisht taksën federale mbi karburantin, ndërsa çmimet e benzinës në SBA kanë arritur nivelet më të larta të viteve të fundit. Duke folur në Washington, Trump tha se masa do të zgjasë derisa të jetë e përshtatshme, duke lidhur drejt për drejt rritjen e çmimeve me luftën e Iran dhe tensionet në ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan u shpreh se situata në tregun energjetik do të stabilizohet sapo konflikti të përfundojë. Sipas tij, çmimet e naftës dhe benzinës do të bien sigur pas përfundimit të krizës me Iranin. Trump theksoi se shumë ekspertë kishin parashikuar që çmimi i naftës mund të arrinte deri në $300 për fuqi, por aktualisht ai mbetet në $100. Për të hyrë në fuqi, pezullimi ose ulja e taksës federale të karburantit kërkon miratimin e Kongresit Amerikan, i cili kontrollohet aktualisht nga republikanët. Senatori republikan Josh Hawley njoftohej se do të paraqesë një projekt ligj për pezullimin e taksës së benzinës. Edhe disa demokrat kishin propozuar më herët masa të ngjashme për të lehtësuar barrën mbi konsumatorët. Taksa federale aktuale mbi karburantin në SBA është 18 cent për galon dhe përdoret kryesisht për financimin e infrastrukturës rrugore. Sipas organizatës AAA, çmimi mesatar i një galoni benzine në SBA ka arritur në $4.52, niveli më i lartë që prej vitit 2022. Ndërkohë, disa shtete amerikane, përfshirë Indiana, Kentucky dhe Georgia, kanë nisur gjithashtu uljen e taksave lokale mbi karburantin për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve tek qytetarët.